Në majën piktoreske të Gradishtës, zyra vendore arsimore organizoi aktivitetin festiv Dita e Balonave, një ngjarje që bashkoi qindra nxënës nga të gjithë shkollat e njësisë arsimore në një festë kreativiteti dhe shprese. Në majën piktoreske të Gradishtës, Dita e Balonave, një ngjarje që bashkoi qindra nxënës nga të gjitha shkollat e njësisë arsimore në një festë kreativiteti dhe shprese. Balona shumë ngjyrshe të mbushura me mesazhe për paqen, mjedisin dhe ëndrat personale mbushën qiellin, duke kthyer këtë ditë në një përvojë të paharrueshme për fëmijët dhe të rinjt. Të 15 shkollat pjesëmarrëse sollën krijime artistike, ndërsa gjimnazistët e shkollave Sami Frashëri, Dëshirani dhe Kosova i dhanë jetë një ekspozite të hapur në natyrë. ZVA Belsh vlerësoi pjesëmarrjen dhe energjinë pozitive të nxënësve, duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve që zhvillojnë krijimtarinë dhe lidhjen mes të rinjve dhe komunitetit. Në përmbyllje të aktivitetit, u ndanë edhe çmime për krijimet më të spikatura. Çmimi i parë shkoi për shkollën 9-vjeçare Halitur Uçi në Belsh, çmimi i dytë për shkollën 9-vjeçare Bajram Senja në Gjolen dhe çmimi i tretë për shkollën 9-vjeçare Jashar Dunga në Kajan.